Sfidat e njeriut modern. Njerëzimi po përjeton një zhvillim të jashtëzakonshëm dhe shumë të fuqishëm të paparë ndonjëherë në historinë e tij. Andaj, gjithë ky zhvillim e bën njeriun të ballafaqohet me lloj-lloj problemesh, të cilat kërkojnë zgjidhje, qoftë me mjete teknike, fizike, shpirtërore apo psikologjike, të cilat e preokupojnë njeriun të ashtu quajtur modern çdo ditë më shumë. Zbulimet e mëdha si kompjuteri, anija kozmike, roboti, aeroplani, ku në zbulimin e tij një rol të madh luajti Mulla Hasan Mazurica, e pas tij e perfeksionuan vëllezërit amerikan Wright, The Wright Brothers. Sfidat e njeriut të sotëm modern janë të shumta, e në këtë punim të radhës do përmendim disa prej tyre, por pa përjashtuar edhe shumë të tjera të cilat janë të shumta. Disa nga sfidat që njeriu sot ballafaqohet mund të ndahen në rajone gjeografike, varësisht nga vendet e zhvilluara dhe të pazhvilluara, si dhe të varfra dhe të pasura. Sfida e ekstremizmit fetar, sfida e ekstremizmit laik, sfida e të ushqirit, sfida e sëmundjeve të ndryshme, sfida teknologjike, sfida humanitare, sfida ekonomike, sfidat në familje, sfida mediatike, sfidat arsimore, edukative, sfidat klimaterike, sfida rajonale, sfida globale, sfida shoqërore e shumë të tjera të cilat janë trendi njeriut modern. Zoti tregon se çdo gjë e ka përsosur me mjeshtëri të rrallë, dhe ajo gjë është e aftë të ballafaqojë dhe integrimet kohore teknike. Ai që përsosi krijimin e çdo sendi, Kurani fisnik u dhe heq zemrën e njeriut modern ka gjërat e njohura që paraqiten para syve të tyre, për t'u treguar atyre fuqinë e Allahut dhe për t'i njohur me mrekullitë që ndodhin para tyre. Edhe pse zhvillimi i planetit Tokë ka ecur me ritme të shpejta, sërish disa prej tyre janë indiferent si shkak i moslidhjes së tyre me Kuranin dhe shkencën. A nuk e shihni atë që mbillni? A ju e bëni të mbije ajo? Apo ne e bëjmë të mbije? Sikur ne të dëshironim, do ta bënin atë të thyrë, të shkatruar, e ju do të mbeteshi gjithmonë të habitur duke thënë, s'ka dyshim se ne mbetëm të dëmtuar. El-Vakia 63-66. Allahu ja mësoi njeriu gjërat e cilat mund të ballafaqohet me to në çdo shekull, në çdo kohë dhe në çdo vend. Pasha njeriun dhe atë që krijoi atë, dhe ja mësoi se cilat janë të këqija dhe të mirat e tij. Pra, Zoti mësoi njeriut shumë gjëra dhe pse modernizmi dhe zhvillimi arrin kulmin. Allahu tregon se njeriu e mësoi ku është e keqja dhe ku është e mira për të, si në aspektin fizik, po ashtu edhe në atë metafizik sentimental shpirtëror. Allahu ja dha njeriu duart për të punuar, syt për të shikuar, lexuar, vështruar, mendjen për të analizuar, buzët për të provuar, treguar dhe shumë aftësi të tjera. A nuk i dham ne ato dy sy, edhe gjuhë e dy buzë, dhe i sqaruam atij për dy rrugët. Sqarim për njeriu janë dy rrugë, të sakta dhe e pasakta. Si për shembull, largimi nga dehja mendjes, se shëndosh nga alkooli, apo largimi nga kamata, shfrytëzimi i njeriut modern kohëve të fundit. Përkundër sfidave të njeriut modern, me shumë probleme, qofshin shoqërore apo jo shoqërore, Kurani erdhi si platformë, duke shpjeguar çdo detaj dhe duke përshkruar të gjitha të mirat që Allahu i dha njeriut. Rreth mirësive të shumta, do duheshim me qindra vëllime e shkrime të flitet rreth asaj çka Allahu ka krijuar në qiell, në tokë dhe në gjërat që ne i shohim dhe nuk i shohim me syt tan. Kurani na njofton se sikur të gjithë drut në tokë të jenë lapsa dhe sikur detet i shtohen dhe 7 dete e të jenë ngjyrë, nuk do të mbaronin fjalët e Allahut, do të shtëroheshin detet, do të soseshin lapsat, e jo mrekullitë e Zotit. Allahu është nga dhënjuesi i urtë. Lukman 27. Lusim Allahun t'ja dalim çdo sfidë në këto periudha të vështira që po shtohen çdo ditë më shumë në këtë kohë moderne për njeriu modern.